Pas afro 3 muajsh izolim dhe dinamika të forta brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, mbrëmja e fundit e spektaklit solli një nga momentet më të shumëpritura nga publiku. Marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos, e cila kishte kohë që komentohej gjerësisht, mori një tjetër kthes kur ata shkëmbyen pushin e parë gjatë spektaklit. Atmosfera e gjatë spektaklit ishte e mbushur me emocione, ndërsa afrimiteti mes dy banorëve u konkretizua në një moment romantik që nuk kaloi pa u vënë re. Publiku, i cili për javësh kishte ndjekur me kuriozitet zhvillimin e raportit të tyre, reagoi menjëherë në rrjetet sociale, duke kthyer këtë skenë në një nga më të komentuarat e mbrëmjes. Por përveç pusjes, një tjetër detaj që tërhoqi vëmendje ishte reagimi dhe nga jashtë. Në një video të shpërndarë online, llogaria zyrtare e Brikenës në Instagram publikoi një koment të shkurtër, por domethënës. Ky reagim u pëlqye dhe u shpërnda masivisht nga ndjekësit, duke u interpretuar si një shenjë mbështetje për lidhjen e re. Ky zhvillim ka shtuar dhe më shumë interese rreth dyshes, ndërsa publiku tashmë është i fokusuar të shohë se si do të evoluojë marrëdhënia e tyre brenda lojës. A do të ndikojë kjo lidhje në strategjitë e tyre dhe në rrugtimin drejt finales? Kjo mbetet për të parë në netet në vijim.